Jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe do të ndryshojmë temë dhe do të flasim për një risi në fakt në tregun shqiptar, pasi Banka e Shqipërisë i ka hapur rrugë licensimit të një banke tërësisht digjitale që njihet me emrin Jet Bank. Pra, një bankë e cila nuk do të ketë asnjë deg fizike për qytetarët, por do të jetë me aplikacion dhe çdo gjë do të bëhet online. Por fillimisht përpara se të analizojmë mbi impaktin e një vendimarrjeje të tillë dhe çfarë do të thotë një bankë tërësisht digjitale në vend, shohim pak grafikisht se sa është numri i bankave në vendin tonë, nisur që nga viti 2014 deri në vitin 2025, pra numri i bankave aktuale arrin në 11, ndërsa në vitin e ardhshëm ky numër do të jetë në 13 të tilla, pasi përveç bankës digjitale kemi hyrje në tregun bankar edhe të një tjetër banke turke, ndërkohë që nga viti 2014 pra numri i bankave ka qenë 16 për të vazhduar i tillë për disa vite, për të rënë në 14, më pas në 12 për shkak të mbylljeve të disa bankave me kapital grek. Por çfarë do të thotë një bankë tërësisht digjitale, cilat janë karakteristikat konkrete e një banke të tillë? Pra siç e thash, pra një bankë digjitale do të thotë që nuk ka deg fizike, çdo veprim bazohet në informacionin në rrugë digjitale, ka më pak kosto operative, përrjedhoj veprimet kryen në mënyrë pak më të shpejtë, ofron dhe interesa në fakt më të mira për konsumatorët, pra për klientët, dhe thelbi i këtij lloji biznesi është siguria kibernetike. Por një vendimarrje e tillë vjen pikërisht në një moment kur qeveria ka shpallur objektivin Shqipëria cashless, pra do të reduktojë përdorimin e paras fizike deri në vitin 2030. Do të analizojmë në këtë pjesë të tretë e emisionit me të ftuarin tim që është eksperti bankar, zoti Elvin Mega. Përshëndetje, faleminderit që na kozon. Elvin, një bankë tërësisht digjitale, çfarë do të thotë për ty si ekspert i fushës? Natyrisht, përtej nismës ambicioze që juve përmendët me drejt nga qeveria shqiptare, pra Shqipëria pa para fizike në 2030, duhet themi që në një farë mënyrë jemi disi vonë, nëse mund ta quajmë kështu, duke pasur parasysh që ky lloj realiteti është tashmë i prekshëm, po themi në gjithë vendet BE-s, pra kemi dikur 55-60 institucione të tilla, afërsisht që janë tashmë prezente në treg dhe sigurisht i përkasin viteve të fundit, po jo dhe kaq viteve të fundit. Pra në një farë mënyrë ka një periudhë kohë që ka filluar, ka startuar më me ky proces. Kjo s'do thotë që nuk e kemi kapur atë trenin të revolucionit digjital, përkundrazi, jemi në kohën e duhur. Është një lëvizje ose më themi një prezencë e kërkuar në këtë kohë, më mirë të themi. Natyrisht, e thatë me drejt përbën një risi në Shqipëri prezenca e një institucioni tillë, pra ne jemi mësuar deri sot, ose kemi parë të paktën vitet e fundit prani gjithmonë më të shtuar të institucioneve të paras elektronike, pra të cilët në një farë mënyre janë ato tipik institucione fintech, që në një farë mënyre plotësojnë, si thush, atë imazhin e plot ose panoramën e plot të sistemi financiar të Shqipërisë, kryesisht në çështje ose aspekt që lidhen me pjesën e sistemit pagesave, ndërsa kjo që ndodh sot, pra në një farë mënyrë licencimi paraprak i Jet Bank si një bankë tërësisht digjitale, shkon përtej këtij elementi. Pra nëse deri më sot ishim mësuar me institucione financiare, jo banka, të cilat kanë filluar të paktën 10 vitet e fundit të ofrojnë një model pak disi ndryshe i të ofruarit shërbime financiare ose të aspekteve specifike të bankingut, tashmë së shpejti pra do të kemi një bankë, jo si të gjithë bankat e tjera, pra e gatshme të ofroj, po themi pjesën më të madhe të gamës të shërbimeve dhe të produkteve që ofron një bankë tradicionale ose një bankë konvencionale, por tashmë krejtësisht në platformë elektronike, pra jo me prezencë fizike. Po, pikërisht këtu doja të ndalesh, Elvin, si do ta përqafoj shoqëria jonë, individët, një bankë të tillë kur ne shumicën e individëve shqiptarëve janë mësuar
të shkojnë te banka, të trokasin, të flasin me sportelisten, me punojnësen e bankës, të informohen saktë, madje edhe kur flasin, mbeten po prapë të pa informuar për të rikthyer sërish. Jo më tani vetëm nga një kompjuter, nga një laptop. Format elektronik. Sigur, unë e thash edhe në kryetesë se duket pak si paradoksale që jemi edhe vonë, po edhe në kohë. Do në një farë mënyre në përditshmërinë tonë ndeshemi me këtë realitet, pra jemi përballë një publiku i cili në masë të madhe, më mirë themi, ka një nivel shumë modest të kulturës financiare ose të kulturës ekonomike, që sigurisht në mënyrë të logjikshme çon ujë tek përdorimi ende i bankingut konvencional, pra i atij sportelit bankës, përdorimit paras fizike, pra kjo është njëri nga elemente, pasi ka dhe shumë elemente të tjerë, dhe pikërisht ky lloj ose kjo lloj vështirësie ose situata aktuale ndoshta përbën shtysën më të madhe për të promovu, më mirë themi, këtë lloj, pra që është tamam kur themi në kohën e dur, pasi më shumë se sot është nevoja për tu imponuar ndoshta edhe pak me forcë ose me një lloj nxitje të fuqishme kjo lloj prezence institucionale. Pra, duket se vetëm thjesht ajo lënia në mënyrë spontane e procesit gjatë ose pafund të edukimit financiar duhet mbështet në një farë mënyrë edhe me mbështetje ose me prezencë të shtuar institucionale të këtyre lloj institucioneve ose të këtyre lloj subjekteve të cilët përtej atij modeli specifik biznesit që kanë, pra që ngjajnë shumë me bankat tradicionale, por nuk janë banka tradicionale dhe ofrojnë se tush eksperiencën më të mirë dhe më të fundit për sa i përket shfrytëzimit ose përdorimit kanaleve elektronike të pagesave, të transfertave, të shërbimeve, që sigurisht kanë avantazhet dhe dizavantazhet e tyre, por sigurisht avantazhet dominojnë mbi pjesën e dizavantazheve. Do shta kjo mund të jetë një lloj përpjekje ose qasje që mund të ndikojë ose të hapi një horizont të ri edhe në këtë publik shqiptar i cili ende mbetet jo familjar kundrejt mjeteve ose instrumentave të reja të pagesave ose qasjeve avangard, më mirë themi, elektronike. Konkretisht, supozojmë se kjo bank nisi punën nesër. Pra, sipas Bankës së Shqipërisë, brenda 12 muajve, pasi të realizojë edhe disa kërkesa, po themi, apo kushte që janë të nevojshme, do të nisi zbatimin. Kush do të jenë ata klientët e parë që do shkojnë dhe do marrin shërbime, do marrin shërbime nga një bankë e tillë? Kush target group do të jenë klientët e parë, le të themi, të kësaj banke, zoti Meka? Sigurisht bizneset që janë më afër, po themi këtyre lloj shërbime, kryesisht bizneset e fushës teknologjisë, besoj do jenë të parët që do të mund të shfrytëzojnë në një farë mënyrë këto lloj avantazhesh. Mendoj se një grup i madh i interesi mund të jetë qeveria ose me thënë administrata publike në mbështetje dhe në suport edhe të asaj që tham nismës guximshme qeverisë shqiptare për Shqipëria pa para fizike. Pra, në farë mënyrë kjo është rasti oportun më i mirë, nëse do, urdhëro e ja ku e ke, pra një pjesë ndoshta e mirë e administratës qendrore, të paktën, nuk po marrim pjesën e administratës lokale, por një pjesë e mirë e administratës qendrore mund të nxitet gjithmonë pa shkelur termat konkurrencës brenda sektorit bankar, mund të nxitet dhe të joshet për të përdorur, më themi, këto lloj banke, këto lloj qasje. Sigurisht edhe një pjesë e mirë e shqiptarëve ose me thënë investuesve shqiptarë të cilët janë familjar me investime në kriptomoneda ose në... Kemi dhe një projektish të hedhur për diskutim që pritet të gjejmë në aspektet të tilla mund ta kenë shumë familjare nesër, pra më thënë kur këto bank të jetë prezente dhe sigurisht që është e pashmangshme që institucionet e tilla do të mund të ofrojnë shumë më tepër mundësi, ekspertizë dhe lehtësi për të kanalizuar më thënë këto lloj investimesh, jo se
kjo do jetë pjesa kryesore e aktivitetit saj banke, por krijon vlerë të shtuar, më themi, për klientët e tyre, sigurisht brezi i ri i të punësuarve, jo domosdoshmërisht në administratë, por edhe në biznese private, do ta gjejnë më komode, lehtësisht për të përdorur, më themi, këto lloj infrastrukturë. Sigurisht banka do doj kohë, do doj një farë kohe për të krijuar atë prezencën e vet ose gjurmën e saj në treg, pra derisa të kuptohet qartë një herë ose të pranohet, më themi, nga publiku shqiptar dhe nga institucionet shqiptare. Elvin, po supozojmë, unë jam sot kliente e një prej bankave në treg. Çfarë avantazhesh kam unë që të iki nga kjo bankë dhe të shkoj tek banka digjitale nesër kur të nis punë? Si do t'i joshi, le të themi, klientët që të shkojnë dhe të bëhen pjesë e saj? Çfarë leverdie kam unë që të shkoj në një bankë të tillë? Natyrisht kjo varet nga natyra e klientit, pra çfarë ai zgjedh të bëjë dhe ku shikon ato përfitime, nga kënaqësia ose eksperienca që ka përjetuar, më themi, klienti në atë bankë që aktualisht është, më themi, klient, ose në atë bankë ku ai mund të jetë klient, ose mund të jetë në disa banka, kjo do të varet nga inovacione ose qasja e re në produktet e ngjashme ose të njëjta që kjo banka e re do të ofrojë. Unë nuk mund të parashikoj çfarë inovacionesh dhe risish në raport ose çfarë avantazhesh krahasuese ose konkurruese kjo bankë do sjellë për produktet ngjashme, po themi për transferta, për depozita, për hua, sepse në një farë mënyre kjo do jetë sipas ndërtimit modelit një banke universale, pra nuk është se do pranoj depozita, do jap kredi. Është një lloj si një bankë konvencionale, por tashmë çdo gjë krijohet në mënyrë virtuale. Po ja, për shembull, normat e interesit mund të ketë më të favorshme kjo në raport me një bankë tradicionale? Depozitat po, sepse kostot e të bërit biznes në një bankë digjitale janë thelbësisht shumë ndryshe dhe edhe në matësi, më themi, pra sidomos kostot operacionale që lidhen me pjesën e stafit ose aspektet administrative, qera, godina, ambiente, transport, vlerash, pra kanë shumë element, shumë zërat kostove të përgjithshme operacionale. Do të kenë më të ulta ose më pak se një bankë? Do t'jenë shumë më të vogla, shumë herë më të vogla se sa një bankë. Natyrisht, bankat të tilla zërin kryesor shpenzimeve do kenë pjesën që lidhet me sigurinë kibernetike dhe mirëmbajtjen e sistemeve, por që në një farë mënyrë të njëjtën gjë bëjnë edhe bankat që janë sot aktualisht në treg. Pra bankat që ndjekin një model mix ose bankat aktuale sot në Shqipëri dhe kudo në botë, për të qenurit në terma banka konvencionale ose banka tradicionale, gjithmonë dhe më shumë po fusin në aspektin digital, më themi, në operacionet e tyre dhe ju duhet paka shumë të marrin të njëjtat masa, sikur edhe një bankë e pasë digjitale. Nëse më lejon një krahasim fare thjesht, do të jetë paka shumë e njëjta luftë ose konkurrencë midis kompanive tradicionale o historike të prodhimit të makinave, pra të veturave, dhe kompanive të reja, kryesisht aziatike, të cilat dolën në treg direkt me vetëm me modele elektrike. Dhe natyrisht kompanitë tradicionale, pra të prodhimit makinave, ndërkohë që mbanin biznesin e tyre të prodhimit makinave me motor me djegje të brendshme, ishin të detyruar të përqafonin pjesën e revolucionit makinës elektrike ose makinave hibride, por realiteti po tregon që në një mënyrë ose tjetër, kërcënimi më të madh kompanitë tradicionale ose që ndjekin modele mikse, prodhimin e modeleve e të gjitha gamës të modeleve të makinave elektrike ose jo, po konkurohen në mënyrë shumë të fortë nga ky model i ri, biznesi vetëm i prodhimit makinave elektrike. Thënë këtë krahasim që bëra, mund të themi të njëjtën gjë, pra, po është një kërcënim në thonjza apo një konkurrencë e madhe dhe për sistemin tradicional bankar, një bankë e tillë? Do të kemi parasysh një gjë që për sa kohë që i tërë modeli ekonomik botror, tashmë nuk vetë fjalë vetëm për Shqipërinë, po shkon drejt përdorimit kanaleve elektronike digjitale ose përdorimit, po themi, të robotëve, chatbotëve, humanoidëve, pra gjithçka po shkon ose drejt inteligjencës artificiale, pra është e qartë që nëse nuk do mund të
adaptohesh me këtë lloj modeli të ri, më mirë themi, pra ky është një model i ri biznesi, më mirë themi, pra nuk është një botë e ndryshme, është një botë krejt e ndryshme, mirë ai biznes ose sipërmarrje që nuk përqafon qasjen e re pasi do të mbeten mbrapa, pra këtu nuk diskutohet më a duhet të kalojmë digital ose jo, nuk bëhet fjalë 100% ose 70%, por nëse nuk e ndjek, nuk e përqafon, më mirë themi, këtë model të biznes, ose nuk e pjesë integrale e këtij modeli biznesi, herët avon tregu do të nxjerrë jashtë, sepse bota po shkon drejt digitalizimin, ndoshta jo të plot, por në pjesën më të madhe të produkteve dhe të operacioneve. Bota po shkon drejt digitalizimit, kryefjala e viteve të fundit është pikërisht revolucioni industrial. Dakord, por ne 4.0. Koha na ka treguar që digitalizimi her pas here na lë dhe në baltë. Kemi sulme kibernetike që paralizojnë shërbimet, kemi hakerime, jemi ne gati për një bank të tillë? E kemi infrastrukturën gati? Është një ka pyetje që mund t'i shtrohesh, ose më mirë themi ato që kundërshtojnë thellë përdorimin e makinave, thuhet miliona veta vdesin në aksidente, çdo vit nga aksidente me makinave. Po ky s'përbën shkak që ne duhet ndalojmë, më mirë thënë, lëvizshmërinë me makina ose të prodhimit makinave. Ajo që është e rëndësishme është që patjetër çdo model i ri biznesi, çdo lloj qasje në treg, çdo lloj teknologjie ka sfidat e veta. Natyrisht asgjë nuk është e përsosur në 100%, rendiment 1 nuk ka, dhe pikërisht kjo do të jetë fusha e re ose sfida e re ku do të kanalizohen një pjesë e madhe e burimeve, pra qofshin këto burime teknike, energjetike, njerëzore, kapitalit, pra që lidhen kryesisht me sigurinë kibernetike. Mos harrojmë një fakt tjetër që përtej konceptit revolucion digital, shumë shpejt do të përballemi, pra do të jetë çështje vitesh më jo dekadash, me monedën digjitale, që në një farë mënyrë plotëson akoma dhe më tepër këtë lloj konstelacioni ose panoramet gjërë, më mirë thënë, të revolucion digital, dhe sigurisht me futjen e paras digitale ose monedës digitale, sepse para digitale kemi, po monedë digitale të bankave qendrore, pra duhet theksuar edhe ky fakt, jo kriptomonedat, pasi janë gjëra të ndryshme. Sigurisht që kjo do të potencojë akoma dhe më tepër avantazhin e përdorimit të qoftë edhe të bankave digjitale ose institucione digjitale ose të kanaleve të tilla, çka në një farë mënyrë do të shkojnë në regres ose në humbje të vazhdueshme të modelit klasik ose tradicional. Ndoshta ky model klasik, po themi, i bankingut ose i sistemit financiar mund mos zhduket kurrë, sikur ne mund të themi që dhe paraja kesh, ndoshta në një moment caktuar edhe mund të mbahet për qëllime fare të vogla, për gjëra fare të vogla. Pra e ardha mund mos jetë në 100% digjitale, pra mund mbetet një aspekt ose një zonë gri, më mirë them, ku ne përdorim para në kesh. Por ajo që është e sigurt është që bota po lëviz, pra është një filozofi e tërë, domethënë që mbi të cilën po bazohen të gjitha llojet modeleve të biznesit dhe të qeverisjes. Dhe për ta mbyllur, Elvin, një bankë e tillë në realitetin shqiptar është më shumë një risi apo është më shumë një sfidë, si e shikon? Çdo lloj inovacioni dhe risie është sfidë në vetvete, është sillet në treg për të sfiduar. Pra, dhe sidomos në, po themi, sistemin kapitalist të bërit gjërave, më qartë e ka thënë Schumpeter, pra me të famshmen shkatrimi krijues, pra çdo gjë e re në inovacion që del, duket sikur shkatron të vjetrën, por sjell një gjë të re shumë më produktive, pra një produkt, një shërbim, një mall shumë më produktiv, shumë më konkurrues, shumë më avantazhues në raport me çmimin, cilësinë, koston. Kështu duhet parë, më mirë themi, edhe koncepti i bankës digjitale ose zhvillimi dhe thellimi në teshëm i këtyre kanaleve digjitale. Presim dhe do shohim efektet e saj në treg kur të nisë zbatimi. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit. Nderuar miq, kishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision, bashkë do shihemi sërish të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.